A mund të bëj magji për të mos ngel 7 zan? Motra në fjalë është e sprovuar, nuk ka fëmijë, pra si që shpreh edhe në një koment tjetër, thot ka 12 vite martesë dhe akoma nuk është furnizuar me fëmijë, që ne lutim Zotin e gjithësisë, t'ja mundësoj të përjetoj kënaqësinë e të qenurit nën. A ndodh që ka ndikim magjia, pra që dikush mos mbes 7 zan? Po, ndodh. Magjia është hak. Ne shikojmë përditshmëri njerëz të cilët janë të sprovuar nga magjia. Por gjithsesi, a ka shërim nga magjia? Ka shërim. Falja e namazit, 5 namazet. Leximi i Kur'anit, bërja e dhikrit të mëngjesit dhe të mbrëmjes, është shkak që Allahu i lartësuar të të shëroj dhe të ruaj e të mbroj nga magjia. Normal, shërimin kërkoje vetëm tek Zoti i gjithësisë. Fëmia është dhuratë prej Allahut të lartësuar. Yehebu limen yasha, thot Zoti i gjithësisë, ai i dhuron kujt të doj. Prandaj, kur mos e humb shpresën tek Zoti i gjithësisë. Vazhdimisht luta Allahun e lartësuar që të furnizoj. Zoti i gjithësisë ka furnizuar njerëz të cilët kanë pas vite të tëra martesë dhe i ka furnizuar ata me fëmijë. Edhe pse në fillimet e martesës ose me vite të tëra nuk kanë pasur fëmijë, më pas i ka furnizuar. Dhe shembull për këtë kemi Zekerian a.s., profeti i Zotit. Në moshë të madhe Zoti i gjithësisë ja mundësoi të kishte fëmijë. Ibrahimi a.s. me bashkëshorten e tij Sarën, ndërkohë që ajo ishte në moshë të madhe, Zoti i gjithësisë ja mundësoi të kishin Ishakun. Pra ka shembuj të shumt, por mos e humb shpresën tek Zoti i gjithësisë. Lutjo vetëm Allahut të lartësuar, kërko vetëm prej Zotit të gjithësisë dhe normal mos shko tek fallxhorët, mos shko tek magjistarët, sepse nëse shkon dhe i beson ata, ke mohuar atë që është shpallur Muhamedit a.s. është mëkat tepër i madh. Njeriu nuk duhet të shkojë tek magjistarët, tek fallxhorët. Lutjo dhe kërkoje ndihmën dhe mirësinë vetëm prej Allahut të lartësuar. Zoti ta mundsoft që të kesh pasardhës. Amin.